Kjo shtyllë është kthyer në rrezik për familjen Pusi në lagjen Terherojt në Shkodër. E ndërtuar si mbajtëse për strukturën e hekurit që mban hardhiet, kjo shtyllë prej disa kohësh po kryen edhe funksionin për të mbajtur edhe kabllot elektrik. Familjarët thonë se OSHE prej 8 vitesh ka vendosur kabllot elektrik, por ato shpeshherë bëhen përcjellës të rrymës, duke vënë në rrezik edhe jetën e kësaj familje. Ne kemi problem për kurrentin këto, se 8 vjet jena ty kërkuar për shtyllë dritash. Kjo është hekur e shini vet, o lidhun e me tanë me shtergu tanën, o ba për 30 vjeç, o lidhun e me tanë edhe me port. Kur dalim na jashtë, ne na duhet me vesh dëreza, sa herë bie shi, po kena frikë me ha portën tonë. U kum dëni mi pa mesa këto, ata dalin tash pare, na kena frikë vesh ku të bëjmë kurrent. Kjo para 8 vjeç shtylla ka kanë përpara shetinjatje mrena vullis përparan, o dëmtua jo kanë ardhe kanë vu punëtorët, pa na pyet ne hiç, ne na kanë në punë. Kur kanë ardhur kanë gjetë garkesën kështu. Donë se kërkesat në OSHE bëhen prej shumë vitesh për vendosjen e shtyllës së re, deri tani nuk është marrë asnjë mas. Kjo është shumë e rrezikshme, se është e kapën tonë e hardhis, komplet në shtyllë. Shtylla është hekurit, ka beton më nën. Gjithçka elektrike me ro, këtu ka tonë e hardhis edhe portet kalon korrent gjithë. Kërkoj një shtyllë me kushte teknike, me kanë se paguaj dritat muaj për muaj, i paguajmë dritat muaj për muaj. Një muaj mos me lanë pa paguajt i këpusin. Që ju thoi kur shkoni aty? Ta po vim, s'ka ardha la. Ka 4-5 vjet si bëjmë kërkesë, sot nesër. Këto rrezik i përditshëm. Kjo familje vjen të jetoj me frikën se një ditë mund mbesin viktim nga kontakti me rrymin elektrike, ndaj bëjnë apel ndaj OSHE që të merren masa për zgjidhjen e kësaj problematike.